Një njeri që e ka prish gjumin, apo e ka thy nefsën e vetë, kojtën e ti për gjumë, ka arë me falë namazin sabat, wallahi billahi, po bëj benë Allah zogjelë se kjo është fjallë e madhe, po për mi u kazurën si në kësaj. Mi a dhonë 10 miliard euro, kur që zbanë, nëse se ke pagu, lirë është, lirë është. Qështë më lirë, po ka njerëz e prishin gjumin e ma heret për 200 euro me shkun pun, e pa ata për pun të tërë është. Kush vjen të Allah o gjellë, kush e prish gjumin për Allah, apo lirë është këtë dunjan me adhonë, apëton. Lirë është, apëton. Pse? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rek'at al-fajri, 2 reqat e sabat, që i falë në qëtashti, sa kushtojnë ja Rasulullah, sa i pagun Zotit, nëse dim, që për në mësën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa kushtojnë? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është fjallë e Rasulullahit, 2 reqat të sabat që na i falëm, janë matë shtrejtat e kallahu, mine dunja vë ma fiha. Në një thonë dikujt, hajde fale sabahin, 2 reqat e fali, preshe gjumin për Allah. Edhe fale sabahin, apo, krejt botën që ka të japëm, kush asë një herë, prej kër e ka kryu Allahu Ademin, e deri sot, kush asë njerë se ka pas këtë dunjan. E ka pas një kontinent, i ka pas një 10 shtete, ama krejt që ka kanë të më, kush këse ka pas kur. Apo, ti gjdo dit e kite ka Allah Gjellewala për 2 reqat e sabat që i falë. Andaj Allahu pagun shtrajt, Allahu Gjellewala pagun shtrajt, nëse ti e thënë vetën për të apëtën. Prandaj, miliardat mi adhon këti së në pagun. E që se pagun të jarab? Fe innel gjenne, vetë gjeneti. Vetë gjeneti është shpim për këtë njëri. Nëse qka s'ka, qatë i japë shëpa di hava. Nuk shpaguat. Prandaj, subhanallah, kusht pagun ma shumë se Allah Gjellewala? Ti së qëre ofertën, sot qëre, me të thirë 3-4 vetë në punë, njëni për te rogën 200 euro, kime punu 15 orë, tjetëri për te rogën 500 euro, kime punu 13 orë, njëni për te e ki rogën 10.000 euro, kime punu 2 orë. Ku shkën ti? Njëri me që më edin, hitë s'ka në ujë mulli, që tu, nga se kush pagun ma tepër. Andaj kush të pagun ma shumë se Zoti, kur kush, andaj s'ki e sapë me ngu kërkan ma shumë se Zoti, as vetën të nësë kërkan eq, bëne këtë marveshje me Allah në Gjallahu Ala, se o Zot, une, ty kom me të adhuru. Une kom e koni kujdeshëm për punë të mija, për fjallë të mija. Madje kom e lonë edhe vetën keq për me të knaqë ty. Nga se e di se në qëta që e lo vetën keq, në qëta është mirësia jem. Kush qështu e regullon jetën e ti. E për me regullu krejt jetën kështut, duhet punë.